A s'kemi na prifta? Ne kënë morë, ma mire kënë me morë një prif shkoj, këshëm dhune këshëm rejhen në kënej, se sa me morë atë grekun atë. Edhe, ka prifta shqiptarë. Mirë po, ajë të në të zedhet i bënë. Del për shemull Alamet profesori, historian, Alamet profesori historian, edhe rrë kanë dhe Skënderbeu, jo ka qenë ortodoks, jo ka qenë katolik, jo ka qenë kështu. Skënderbeu, jetën e tina. Skënderbeu koni bom synet mas pare, me siguri. Skënderbeu, ma shumë ka qenë musliman, edhe një 20-30 vjetë në stadione është falaj. Edhe ka qenë imam i divizionit. E dyta, me shëriat. Gungunes, djetë levune sa më rëndësi. Me shëriat, a gudzën muslimoni me lidhë marveshën me të krishtinën paqësore, ju. Zgudzën. Anë pushim, po. Skënderbeu dhe sultani me 31 mars 1463 lidhën marveshje paqësore në Shkup. Po mos të ishte Skënderbeu i religionit musliman, me i respektua gjitha religionit shqiptare, aj sultani Masforis kish me po drejt me bohat marveshje. Mirë po, për muë, Skënderbeu është embrioni i këmbit, ajo është hero këmbëtar. Ti 200 shtetë e bëni, 200 herajlet dalin. Ajo është hero i këmbit shqiptar, edhe. Adem Jashari? Aja ka emnin Gjergj, po, musën pëngo heq, asën pëngo kisha, asë manastiri, asë katedralja. E Adem Jashari është hero këmbëtar shqiptar, është hero këmbëtar kosovor. Ja. Zyrtarisht ajo është i shpollën, do më thonë edhe për presidencës të Kosovës dhe presidencës të Shqipnisë. Kështu që do më thonë është hero kombëtar i dyfisht, i të dyja. Edhe kosovor dhe shqiptar. Po se kanë shpollë tash, do më thonë, po janë shumë heroj, cilët na i kemi heroj, ata se kanë në Shqipni nuk i kanë heroj. Ne, më falë, dishta më ndërlit të heroj i ri i këmbit të në Afrim Bunjako, polici. Kush e ka shpollë? Presidentja? Po, ama është hero këmbëtar, kosovora është hero këmbëtar shqiptar. Përdesa nuk e ka shpollë presidencë e Shqipnisë, nuk mundet me konë hero këmbëtar i shqiptar. Hero këmbëtar mundet me qenë vetëm një, dhe aj është Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Të tjerë, janë herojt popullit, herojt këmbit, rend. Dikush ma i mirë, dikush ma i madh. Nuk mundet, për shembull, hero kombëtar në Shqipni është Aleksandar Rankoviqi. Hero kombëtar është... Jo kombëtar, jo, po ja kanë dhënë gradën. Hinë websajtin e presidencës Shqipnisë edhe këshyri kush janë heroj. Enver Hoxha, ja ka dhënë Omer Nishani. Pse përse kritikon Enver Hoxhën, po kush për shtime hija në i forzu? Se për kritikon ato? Aj ma spori, duhet më ullë historianet, e si historian nuk i, edhe me a thonë të në zezat. Të në me a thonë, krej, dëgja, unë jo në Prishtinë të kalajnë të televizion e këtënja, po një distirone jo këmë thonë, na kur jemi ardhë, na duhet me bon politikë këmëtare. Unë jem shku në Tiranë atje edhe i këmë posë që as ka kryp, as ka buk, as ka patate, as ka ato, fukara lak, katastrofë. Po si me konë asë në ma mirë. Se ju po me nëri që jemi konë me kravatat gjithë. Na jemi konë fëmijët katonit. A unë jemi konë një familje shumë pasër. Edhe shumë të njofër. Po, që e këmë mësua Kuronin për hatër gjyshës, që. E këmë mësua Kuronin, edhe si se bje pishmoni, edhe e lezoj Kuronin, e lezoj Biblën, e lezoj gjitha veprat. Pse jo, shumë... Po pse du të me kritikuan Verhoxhën? Pse du të me kritikuan Verhoxhën? Jo, le që atë. Enver Hoxhën, pse du të me kritiku? Enver Hoxhën në emisione, ku nuk janë spakut një 4-5 historian, as bën mi përmen ato, as ato, mi përmen mi herë po. Kësë po gabon, se mirë po, nëse ja ke i natin një 2-3 veta atë janë Shqipnia, këneja nej, nuk bën me identifiku me se në kush ka ishe në përnë zdo muze, pushka janë veri, pas ka pas pushk shumë bre.
Ja kemi thonë atëherë, kur, 73-ën, tash ka laj, tash dile... Dhe më thonë të ja ki noti lërë si pas profesorit të rrëvejt të shqipni. Se kemi noti, shiko, Enver Hoxha, mas pari është, Enver Hoxha është antishqiptari maj malë në histori. A jeni registruar shqiptar? Po, jam registruar, se unë e kam edhe në shtetësinë e Shqipnisë. Në rrulla, po të njështë që ke kënua Enver Hoxha. Kush, una? Ja. Ti. Jo. E unë që unë e pranej para kombit. Po ti pe pranon, po unë, po jo, nuk e kënua, me dëshirë minotit sërbëve. Ndëgja, pa çfarë minotit sërbëve, jo ke bu qefin sërbëve me atë punë, se Enver Hoxha sot është hero kombëtari i Serbisë. Shkon në website presidencës Serbisë. Enver Hoxha është hero kombëtari i Serbisë. Ato dekorata që i kanë rrua ata 4-6-ën, unë i di tëna. Jo, se shiko, veç pak një diçka dhe për hir të opinionit. Se në website presidencës të Shqipnisë i ki veç ata dekorumit, do më thonë shpollë herojnë pej kur i ka shpollë Omer Nishani mas luftës dytë botnore kënej. Kretë ata që i ka shpollë Princ Vidi, Zogu, regjencat shqiptare në gjatë kohës, kretë i kanë fshi, do më thonë, nuk janë. Kurse në website-in e presidentit Serbisë, i ki prej kur i kanë shpollë pej Obrenović, Karađorđević, Tita, krejt do më thonë aty në Fadil Hoxha, i është dhonë titulli herojt 1953-ën, i është morë në vitin 1986. Filoni, do më thonë, Emin Duraku, ke Enver Hoxha, nuk shkun që është morë, është halo hero kombëtari i Serbisë. Po mire, Anglia, komunën shqiptarë në këtë element kulturës, mu krahasu me Anglezë, s'mune. Kushta që mune? Ka dalë. 1943-ën. Po? Vetë Churchilli ja jep Stalinit shpotën e arkë në Teheran. Se s'po folni për këto elemente. Qka po do me thonë me këto? Po do me thonë që koha i ka kryua ato miqësi, edhe a ka gabuën veri që ka orë me titën edhe vuën me këtë tira. Po mirë më reprim, se i Bula Maleshova, a është profesor? Po. Koqët Ashko profesor. Shko një 4 orë atje, Miladin Popovici edhe Dushan Mugosha, edhe i diktojnë për komentirën e për diçka. Se kanë ditë ata kush hamu me njën këta. Se kanë ditë bashkë mirë. Se me kanë ditë. E tash, kër e ka morë vesh Enver Hoxha. Kër e ka morë vesh, Enver Hoxha ka gabue se Tita 1944 kur takohet me Churchillin, himna të harllugave konosh. U konë harë për Bervaktit. Kur shkojnë, është e shkrume në gjvedin. 1924-ën, me 26 gusht. Guenesh, lije telefonin se është interesante. Takohet Tito me Churchillin në Napoli të Italijës.